إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje më të dashurit të Zotit ja dërgojmë. Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thotë: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj, dhe mos flisni vetëm sa atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarë të nderuar, jemi në 10 ditët e Dhulhijhes, të cilat janë 10 ditët më të mira të vitit. Pra ashtu siç 10 netët e fundit Ramazanit janë 10 netët më të mira të vitit, po ashtu edhe 10 ditët e Dhulhijhes janë 10 ditët më të mira të vitit. Dhe duke qenë se festa e Kurban Bayramit është shumë afër, do të mundohem të flas shkurtimisht për 2 çështje që në mënyrë të drejtë për drejtë e karakterizojnë këtë festë dhe gjithashtu janë të rëndësishme për ne, qoftë për aplikim e mbi të gjitha për të marrë mësim. Është çështja e kurbanit dhe e mikpritjes. Fillimisht kurbani nuk është thjesht një ritual, por është një sakrificë, është një ibadet madhor, madje një prej ibadeteve më madhore në Islam, sepse fillimisht na kultivon sinqeritetin. Dhe ne e dimë që Allahu subhanahu wa taala kërkon nga ne adhurim të sinqert. Prandaj kurbani, thirrja e kurbanit në mënyrë të drejtë për drejtë e dëshmon sinqeritetin tonë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ashtu siç e dëshmoi edhe për Ibrahimin alayhis salam. Ju e dini mirë se Ibrahimi alayhis salam është sprovuar me një sprovë shumë të madhe. Ai ishte shumë i lidhur me djalin e tij Ismailin alayhis salam. Fillimisht për shkak se Allahu ja dha në një moshë të shtyr, e dyta për shkak se Ismaili kishte karakteristika të ralla, ishte pejgamberi i Allahut, i dëgjueshëm ndaj babës vet, një njeri shumë e vlera, dhe kur Allahu e urdhroi që ta bënte kurban për hir të tij, ishte një sakrificë e madhe, ishte një provë shumë e rëndë për ta. Mirë po zemra e Ibrahimit alayhis salam nuk u lëkund as pak. Po ashtu edhe e Ismailit alayhis salam. Ata kishin një provë të drejtë për drejtë nga Allahu, por në zemrat e tyre ata e dinin mirë se nga Allahu nuk vije keq. Nga Allahu nuk vije dëm kurrë. Allahu po na teston. Dhe Allahu deshi që Ibrahimit alayhis salam dhe Ismailit alayhis salam t'ua bënte me dije se askush në dashuri nuk paraprihet para Allahut. Prandaj ata e kaluan këtë provë me sukses dhe Allahu nga qielli e zbriti një dash. Dhe nga këtu pastaj historikisht ne e praktikojmë të ritual të thirrjes së kurbanit, sepse kësaj ne ja dëshmojmë Allahut sinqeritetin në adhurim. Prandaj kurbani në një është provë e sinqeritetit tonë në adhurim ndaj Allahut të Madhërisëm. Së dyti është sakrificë. Kurbani është sakrificë në vetvete. Është sakrificë materiale, është sakrificë kohore, është sakrificë devocionale. E ka mundin e vet, e ka kostën e vet, por në raport me atë që Allahu na jep dhe nisur nga ajo që Allahu kërkon pikërisht nga ky ritual madhështor, kjo është asgjë. Kur e krahasojmë atë që Allahu na jep, pra asaj që Allahu kërkon për një kurban i thjesht,
Kur e krahasim atë që ne përfitojmë pikërisht nga kjo sakrificë, e kuptojmë se realisht kjo është shumë simbolike në raport me atë që marrim nga Zoti i Madhërisht. Prandaj Allah thot në Kur'an, jepni nga ajo që ju ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, sepse çdo gjë që ne e posedojmë realisht është nga Allahu i Madhërisht. Dhe së fundmi është solidaritet. Pra, akti i therrjes së kurbanit nuk e përfshin si mirësi vetëm individin apo familjen, por gjithë komunitetin, gjithë shoqërinë. Fillon nga rrethi i ngushtë familjar, del nga shoqëria dhe përfundon në qytet në përgjithësi, duke përfshirë edhe kategoritë më të dobta dhe më të nevojshme të shoqërisë ku ne jetojmë. Pra është një ibadet shumë dimensional. Prandaj në Islam aq shumë preferohet therrja e kurbanit, saqë disa dietarë thonë, në qoftë se dikush prej muslimanëve nuk ka mundësi materiale me therr kurban, por ka mundësi me marr borxh, sepse ka ndonjë të ardhur që përmes saj mund ta laj borxhin, preferohet të marr borxh e ta prej kurbanin e të mos e lër fare, për shkak të bekimit që ka kjo. Vetëm në rastet ku ai nuk ka asnjë të hyrë, s'ka të ardhura të mjaftueshme për me la borxhin, atëherë lirohet nga kjo. Pra nuk obligohet, thjesht preferohet edhe borxh me marr e me thirr kurbanin e mos me e lënë si praktik, si ritual, sepse është shumë e vlefshme dhe e shpërblyer tek Allahu subhanahu wa taala, aq sa thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun min amalin yawm an-nahri ahabbu ila Allah min ihraq ad-dam. Nuk bën ndonjë vepër më të mirë edhe më të madhe dikush prej bijve të Ademit në ditën e Bajramit më shumë se sa therrja e kurbanit. Pra kaq është me vlerë tek Allahu. Pastaj simbolika e therrjes së kurbanit nuk është se Allahu dëshiron thjesht me derë nga një gjak, siç mendojnë disa. Allah thot: "Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Allahut nuk i arrin as mishi i kurbanit që ju e therrni, e preni, e hani, e as gjaku që ju e derdhni dhe e flioni, por arrin devotshmëria juaj përmes këtij rituali madhështor. Sepse ne përmes këtij rituali ja dëshmojmë Allahut se ne jemi në gjendje, o Allah, me te i kalu egon ton, pasurin ton, familjen ton për ty. Pastaj jemi në gjendje me u solidarizu me ata që i kemi përreth, që këta atmosferë festive me bashkëndjet gjithë bashku. Për këtë arsye, besimtarë nderuar, Bashkia Islame e Republikës së Kosovës tashmë sa vite e organizon edhe tubimin, edhe therrjen e kurbanit, duke qenë se shumica e muslimanëve për shkak të dinamikës jetës, për shkak të mundësive të kufizuara, jo të gjithë kanë mundësi me therr vetë kurbanin të shtëpia, ndonë se kjo është më e preferuara, kjo është më sunet. Por në pa mundësi për me realizu gjithë, për arsye të ndryshme, në mënyrë organizative bëhet një gjë e tillë. Andaj kushdo që e ka bën jetë me e pagu dika, adresa dihet. Ata që organizojnë jetën fetare në këtë vend, ata që po mirëmbajnë xhamiat në këtë vend, ata që po e ruajnë dhe po e financojnë davetin në këtë vend, ata që po prodhojnë kuadro, gjenerata, e për këtyre gjeneratave jemi edhe ne, që sot flasim më për minbere, ata janë më të thirrur për ta bërë një gjë të tillë. Pastaj mos mendoj dikush se Bashkia Islame ka met në parat e kurbanave që mundet me i ndalë. Se fundja dhe nëse ndalet një profit aty, ai nuk ndalet për xhepa individual, harrone. Ai ndalet për kacën e muslimanëve. Ajo shkon për medrese, ajo shkon për fakultet, ajo shkon për davet, ajo shkon për xhami, ajo shkon për fëmijët e juaj, ajo shkon për mektep. Nuk do të merra prej këtyre qarqeve nën toksore, mbi toksore, që janë të mundu vazhdimisht me prish imazhin e Bashkisë Islame. Sa ata e din. Allah thot: "Wa'tul buyuta min abwabiha", hyni në shtëpi ka dyrt. E dera fetare e këtij vendi kush është? Është Bashkia Islame. Nuk hyet ka dritarja, hyet ka dera. Nëse ata arrin me rënuqe derë, kanë arrit kryesorën. Pastaj aty jo që futen njerëz, e futen krijesa tjera, futen stuhi, e dalin era të ndryshme, sepse s'ka më mbrojtje, s'ka më derë aty. Kjo është esenca. Thjesht po dojnë me rënu imazhin e Bashkisë Islame, gjë që s'kan me mujt me bë, por e jona është që na me rujt të institucion, sepse është e jona. Bashkia Islame është anija e përbashkët, si anija e Nuhut a.s. Nuk është me rëndësi kush është kapiteni, kapitenat ndrohen, njerëzit janë kalimtar, me rëndësi është më rujt anija, se po u rënua, po u fundos anija, pastaj mos bëjnë punë kapitenat, merre kapitenin më zot botës,
Kur s'ke anije, që ka me baj? Kën ka me orientuaj? S'ka. E dyta është mikpritja. Një prej karakteristikave të Bajramit është mikpritja që ne ja bëjmë njëri tjetrit, sepse është atmosferë festive. Pra Allahu në Bajram mas shumë t'i e dën mikpritjen, vizitat dhe mikpritjet. Nëse dojmë Allahun me kënaq mas shumë t'i në Bajram, nuk e kënaqim as me namaz, nuk e kënaqim as me agjerim, prandaj nuk lejohet në Bajram me agjeru. Nuk e kënaqim madje as me sadak, prandaj në ditë Bajramit na s'japim, nuk japim as zakatul fitr që japim në Ramazan. Krejt këto i krym para se mu bë ambienti festiv. Në momentin që futemi në fest, aty veç duhet mu vizitu, duhet mu kënaq, duhet me kesh, duhet me mikprit njëri tjetrin. Se këta Allah e dënë mas shumëti. Sepse Allah se cilës periudhja ka përcaktuar ibadetin më të kërkuar dhe më të shpërblyer. Në rastin e bajrameve, ajo që më shumë t'i kënaq Allahun është vizitat tona që ne i bëjmë mes njëri tjetrit dhe mikpritat që ne e bëjmë ndaj njëri tjetrit. Fatkeqësisht, është përhap një dukuri për fshirë dhe vendin tonë, që pikërisht në ditët e bajramit po ikin, po i mbyllin dyert, po shkojnë në për detra, po shkojnë edhe në vende tjera, këtë në rregull. Në parim, pushimi nuk është i ndaluar. Në parim, pushimi nuk është i ndaluar. Mos më i thon dikujt që e ke haram, mos më shkon pushim për bajram. S'më më i thon. Ama unë mendoj që nuk është etike, pra. Nuk është etike fillimisht ndaj Allahut, që ta ka bot mundur ty me egzu që ditë feste. Pastaj nuk është etike ndaj akrabas tanë, që ka mbet që ky bajram, në shumë të në rasteve na veç në bajram me shohim njëri tjetrin. Po e mbyllëm derën dhe për bajram, ma kur dhe të takohemi na me vetë. Unë jam i bindur që secili prej nesh e ka ndonjë familjar që veç për bajram me sheh. Edhe unë kam tillë. Se i këtij vendi jam edhe unë. E nëse e mbyllet dera edhe për bajram, kur do ta shohun atë akraba, atë familjar, kur do të më shehë mua? Pra më e pakta që na mujna me bën bajram është mos më mbyll dyert. Shqyr viti ka plot ditë. Kemi mundësi me marr pushime, qysh po dina me marr për shumë organizime tjera. Pse mos me marr edhe bashkë për bajram bre? Pse që të pushimin e bajramit mos me shfrytzu për ibadet. Kur bëhet fjalë për ditët më të mira të vitit, e pastaj në ditët tjera të vitit inshallah taala Zoti ja bën të mundur çdo kujt që e ka për Allah me rujt farefisnin, me rujt lidhjen familjare, kam ja bëu Allahu të mundur me marr pushim mas bajramit, kam ja bëu Allahu të mundur me marr këtu, mu kënaq, më mirë se sa që imagjinon dhe e planifikon, sepse Allahu është i drejtë absolut. Prandaj besimtarët Allahut, mos lejmë mu përhap kjo dukuri, me plot respektin ndaj secilit prej besimtarëve dhe besimtarëve. Mos ta normalizojmë këtë dukuri të mbylljes së dyrëve në bajram. Le të gëzohemi, le të festojmë, le të dëshmojmë Allahut që ne jemi krenar që jemi besimtarë. Le të ruajmë lidhjet tona farefisnore sepse Allahu në Kur'an na ka urdhëruar për një gjë të tillë. Dhe Allahu thot në Kur'an: "Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham", keni frikë Allahun, pra respektoni Allahun përmes cilit ju i kërkoni të drejtat tuaja dhe ruani lidhjet familjare. Allahu nuk lë hapësirë zgjedhore këtu, është imperativ kuranor. Ruani lidhjet familjare. Minimalja e ruajtjes së lidhjeve familjare është me shku bajram me pa njëri tjetrin. Kjo është minimalja që ka mujna me bë. Nëse dhe këta se bëjmë atëre, çfarë do të themi Allahut në ditë gjykimit? Me çfarë do t'ia dëshmojmë Allahut se ne e përmbushëm me Allah urdhin tan, i mbajtëm lidhjet tona familjare. Lutim Allahun e Madhërisëm që me na mundësu gjatë këtyre ditëve me bëj ibadet sa më shumë, me na mundësu që me shtu dhikrin, leximin e Kuranit, me pastru zemrën, me shtu intensitetin e ibadeteve, me përmirësu mendimet tona fillimisht për Allah, pastaj edhe për njerëzit në përgjithësi, dhe me na bë për besimtarëve sinqert në fjalën dhe vepra, me na mundësu me arrit bajramin, me u kënaqë në bajram, me festu me zvete, edhe me u pa me njëri tjetrin, e me ja dëshmu Allahut sinqeritetin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.